Aventura e një shkrimtareje me diabet që do të ngelet shtatzan, je bërë nga dashuria I shkroi ajo fëmijës së ardhshëm. Problemet të shumta shëndetësore bën shtatzanin shumë të vështirë, por aty ku shkenca ofroi një zgjidhje, mungesa e fondeve qeveritare rezultoi të ishte armiku, ndërsa teknologjia ofron një përgjigje premtuese për një grua që dëshiron të ketë një fëmijë. Burokracia e pengon ëndrrën e saj. Alesia Kaja, një autore për fëmijë vuan nga diabeti tipit 1 dhe prej kohësh besonte se amësia nuk ishte një mundësi. Ajo vuan gjithashtu nga sëmundje të tjera kronike përfshirë artritin reumatoid. Gjatë shtatzanis, nivelet e larta të glukozës në gjak të gratë me këtë lloj diabeti rrisin rrezikun e ndërlikimeve si për nënën ashtu edhe për foshnjën. Një rrezik është lindja e një foshnje më të madhe, e cila mund të bëjë lindjen më të dhimbshme dhe gjithashtu të çojë në probleme serioze shëndetësore për fëmijën. Për vite me radhë, ajo I thoshte vetes se gjendja e saj e bënte të papërshtatshme për amësi, por psikoterapia ndihmoi të rimendonte mënyrën e saj të menduarit. Kur ke një sëmundje kronike, një shumë mirë kufizimet e tua, shpjegoi ajo për BBC-n. Në një kontekst, psikoterapistët e inkurajuan të shkruante një letër për fëmijën e saj të palindur, të cilën e përshkroi si një investim në më të mirën e tij. Në letër shkruaj: "Ti je zgjidhja ime radikale, jo logjike, je bërë nga dashuria qoftë biologjike midis meje dhe burrit tim, apo e krijuar në një mitër tjetër, por tani ajo ka teknologjinë si aleat, lak I mbyllur, I quajtur shpesh pankreas artificial, mund të menaxhoj më mirë ndërlikimet e njohura gjatë shtatzanis. Pankreasi artificial funksionon duke injektuar automatikisht insulin bazuar në të dhënat që pacientët futin në një aplikacion në lidhje me marrjen e tyre të ushqimit. Në këtë mënyrë, ato nuk ka nevojë të bëjnë vetë rregullime dhe llogaritje. Mjekët në spitalin universitar të Walesit në Cardiff I siguruan Alesias dhe burrit të saj, Gareth, se një shtatzanim mjaft normale është e mundur për ta. Ata madje e këshilluan atë të përdorte sistemin për 3 muaj përpara se të përpiqej të ngjizej, në mënyrë që të mund të monitoronte me kujdes nivelet e sheqerit në gjak. Por disa muaj më vonë, çifti u trondit, thot ajo, kur lexoi një letër që I informonte se teknologjia do të pezullohej për një vit për shkak të problemeve të financimit. Siç thot ajo, kur u informua për vonesën, ajo luftoi me mendimet që I thoshin: "Kjo është një shenjë se trupi yt është I shkatëruar dhe nuk mund të kesh një fëmijë. Në vend të kësaj, ajo mendoi, nuk është faji im, nuk është një dështim I trupit tim. Është një dështim I sistemit kujdesit shëndetësor që po përpiqem të aksesoj." Megjithatë, ata nuk kanë hequr dorë nga mundësia e birësimit të një fëmijë, pasi nuk do të donin të vazhdonin një shtatzani pa pankreasin artificial.